Zgjedhjet Celibashi, bashkëpunim me SPAK-un dhe BE-n, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka cilësuar si mjaft rezultativ takimin e zhvilluar me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, për zgjedhjet vendore të 11 majit. Në një deklaratë për mediat, pas takimit Celibashi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit institucional në një moment ku integrimi evropian në vendin dhe tha se përgatitet po ecën në mënyrë të strukturuar. Jemi në një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi me integracionin e BE-s, mbështetje që do të vijojë edhe pas përfundimit të procesit zgjedhor. Shqipëria është në një moment të rëndësishëm integrimi dhe duhet gjitha institucionet dhe aktorët politik të reflektojnë përgjegjësi për të garantuar zgjedhje me integritet, u shpreh ai. Një tjetër pikë e rëndësishme sipas Celibashit ishte bashkëpunimi me SPAK, në cilën KQZ-ja po shkëmbem informacion në kuadër të hetimeve për denoncime dhe problematika të konstatuara gjatë fushatës, siç është rasti i mosmarrjes së zarfave të votimit dhe mos kthimit të zarfave të votimit nga emigrantët tanë në Greqi. Një sfidë mbetet procesi i votimit nga diaspora, për cilën janë regjistruar mbi 150 problematika të raportuara deri tani në KQZ janë paraqitur 156 raste ku qytetarët kanë njoftuar se nuk kanë marrë fletë votimi. Çdo ankesë zyrtare duhet bën KQZ nëpërmjet platformës elektronike PER. DL ka detyrim të mbajë zarfet që nuk janë dorëzuar deri në 8 maj, deklaroi Celibashi.